Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dun me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditët e sotme në live-in tim unë do hap ditaren për një çift, për Ricardo dhe nusen e tij Eriolën, pasi përpara vetëm disa ditëve, nëna e Eriolës apo vjera e Ricardos, zonja Drita, denoncoi dhëndrin, duke akuzuar se ai i mbante peng vajzën dhe nuk e lejonte që ajo të shkonte te shtëpia e prindërve të saj. Sot Ricardo me bashkëshorten kanë kërkuar që të hyjnë këtu në live me Odetën, të reagojnë dhe padyshim unë do të dëgjoj versionin e tyre, por për t'i dhënë një mesazh edhe zonjës Drita. Por çfarë ka ndodhur përpara disa ditëve, për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur zonja Drita ishte live me Odetën, unë dua t'i jap një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Unë njoh nëpërmjet telefonave që dalshin fare këto telefonat. Edhe më thot mami, po flasësh me një djathtë nga Durrësi, e ka emrin Ricardo, ti kishe pasur te puna, e kish marr vajzën. Mos më rrithash të rrugave. Ai tash po kishte në plan të pinte kafe tash. Metën telefon e poshtë që zojnë, unë erdha, dalim për kafe, për mua Eriola ima sklave në shtëpi. Kur unë flas me Eriolën, një shikon këte, edhe skuqet të shtyrë. Vetëm pranga që se kanë vend. Ai nuk e le vajzën time të dërë me mangë japone. Me mangë japone nuk e le të dalë. Pasë disë të jajda ime, më kërkon të të motrën. Mami, të më vijë Eriola të shoh. Nuk ma lanë vajzën për ta parë motra. Ka ikur motrë për ma buar për motrën. Drejta ime e kërkon të motrën e vetë në krevat të vdekjes. Dhe nuk e sollën. Eriola ime nuk e di akoma ku ka barrin motra vetë. 7 muaj. Në tokë drejta ime, ajo nuk e di ku ka barrin motra vetë. E dëgjuam këtë nën të vuajtur me një dhimbje të madhe, ka humbur nga kjo jetë bashkëshorti, vajzën e saj dhe kërkoi që të mos humbiste vajzën e vetme që i ka ngelur Eriola. Por çfarë ka ndodhur? Do të jetë Ricardo i pari, dhëndri i saj që do hyjë dhe do t'i japi një përgjigje vjerrës së tij, kështu që hap dritaren dhe e ftoi. Ricardo, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë, më vjen mirë që më telefonove dhe le të themi do të reagosh pas asaj situate që ndodhi me vjerrën tënde. Po, e di sepse është një shok i madh, me të them të vërtetën, sepse nuk jam mësuar ndonjëherë që të përmendem kështu për këto gjëra, edhe për të ofenduar për çfarë tutje unë kam arsye pse ta ofendoj, ajo ka mendimin e vet, mund t'i mendoj gjërat si të doj, t'i arsyetoj si të doj, por që nuk mund të rria dot po i përgjigjur atyre gjërave që ka thënë. Ajo është një nën e vuajtur. Po, e di. E di shumë mirë që është e vuajtur, e mirë kuptoj, sepse i ka ndodhur dy fatkeqësi për 2 vite rresht. I ka ikur edhe burri, pastaj edhe goca. Janë gjëra që unë i mirë kuptoj, jemi njerëz në fundit. Por që janë ta gjëra që të prekin shumë. E qartë, unë e kuptoj që je lënduar nga i live që ke dëgjuar zonjën Drita, vjerrën tënde, çfarë ka thënë. Por e vetmja që i ka ngelur është një vajzë që është nusja jote. Po, e di. Çfarë ka ndodhur? Domethënë, pse ajo nuk vete të takojë nënën? Për shembull, unë dua të tregoj vetëm situata që unë kam qenë pjesë e familjes tyre, dhëndri këtyre që nga momenti i parë që jam takuar, do të dëgjoj me vëmendje. Deri në momentin e fundit. Unë me Eriolën nuk jam njohur 2-3 javë, që e ka thënë edhe vjera ime, me Eriolën jam njohur që në datën 22 qershor të 2023-shit, kemi biseduar, kemi folur që flasin të rinë në rrjetet sociale. Në datën ka qenë pikë të mërkur, 26 tetor, diçka e tilla, 25 tetor, që e kishim lënë për të vajtur, për të folur, për të takuar nga afër, si me vjerrën, si me të ndjerën kunatën, edhe me Eriolën. Unë isa të shtunën për t'ikur në Korç, rrugës, bisedoj me nusen,
e i them, në qoftë se është mundësia, i them, folje me pronaren e punës, në qoftë se është mundësia, të takohemi të dy, të bisedojmë mirë, të dy për gjërat tona, më pas, jo të takohemi në për lokale, por shkojmë të shtëpia që është për të shkuar. Sepse unë nuk kam ardhur, i thash, as për të bërë budalliqe, as ku ta di unë. Por që dua t'i bëj gjëra serioze. Po. Bisedoj me pronaren, më tha po, pronarja ma dha leje, shkova te puna, e mora, jemi ulur poshtë në Korç, në lokal. Aty kemi folur, kemi biseduar rreth gati 1 orë, edhe a një moment shkojnë në tualet. Qohem nga tavolina, shkojnë në tualet. Kur kthehem për nga tualeti, shikoj nusen po çante. Edhe mendova se mos kisha folur diçka gabim ose kisha vepruar diçka që nuk duhesh vepruar. Edhe më thot nuse që këtu te lokali, thot, kishte qenë mami me gjithë motrën, thot, edhe më tha që mos më hajde në shtëpi. Kur të vish në shtëpi, e zez aty çfarë do heqësh. Pra momenti që ti ke qenë në tualet, drita... Ata kanë qenë aty në lokal. Ata neve na shihnin, neve nuk i shikonim. Po. Në lokal. Sepse unë, nëse do t'i shikoja, e do t'i njifja në radhë parë, se me vjetën vetëm njërë kisha folur, ditën e mërkurën, që shë ka thënë edhe ajo vetë, që bisedova në kamer, nuk e njifja. Se po t'i kisha njofur, përderisa e mora iniciativën për shkutërin Korç, normal që do t'i takoja. Sepse pra të gjë shkova. Edhe i them, nuses, mos e vrimenden, i them, unë shkojmë ham diçka, edhe shkojmë të shtëpia. Më thot mua nuse që unë të shtëpia kam frikë të vete, sepse ato do më rrahin. Por ajo ishte e rritur, si ishte fëmijë. Hajde, të mu mos e vrimenden, i thash që prapë se prapit versit situata, ne do shkoj. Shkua me në diçka dhe folëm prapë, ullëm pim për së dyti kafe, dhe unë nisëm për dajrur të shtëpia. Ka qenë ora fix, që shë ka thënë edhe vjera 4 pa një qerek, a ishte turni 2 për vajtur në punë. Kam shkuar e kam parë, më ka thënë nuse që kjo është mami im. Kam vajtur për t'i dhënë dorë, më ka thënë nuk të njoh, kush je ti. Dhe unë i thash që jam për Ricardo, dhe shumë që kemi folur. Mënyra se si e bere ti, më tha ma nuk ta jap dorën. I thash të kërkoj falje, nga mënyra se si unë e veprova, por që po ti ishe për qëllim të keq, unë e kisha marrë, e kisha hikur. Nusen i thash, Eriolën. Por unë erdha të kërkoj falje, sepse fundit jenë nëndi, sepse kam edhe unë nën vetë. Në atë moment, nusja ishte mbrapa, edhe më shtyn mua vjera me dorë, edhe i vete nuses për ta kapur nga gryka. Edhe i dalun për para, i thash, në syrin tim ti nuk e godet dot, nusen. Edhe i thot pastaj që vetëm mos shkofsh në shtëpi, sepse do të rrahim. Këto ka qenë fjalët që unë s'kam arsye pse të manipuloj, pse të bëj, nuk jam i vogël. Pra, u krijua një situatë tensioni, le të themi. Po, u krijua një situatë tensioni që unë po mundohesha se po, vërtet, realisht po vinte gjunaf. Për vjerën, sepse është nën. E fundit është nën. Po më vinte gjunaf. Në atë moment e pyes nusen. I them që çfarë do bëj. Më thot ma ajo që unë të shtëpia nuk vete. I thot, po, hajde hikim. E ka prej dore, heci pak. Edhe e mendoj me vetën time, ti them retale, që ta pyes, a është e sigurt apo nuk është e sigurt, se janë gjëra me zarar. Ishte fillimi juaj, e qartë. Po, më thot, jam tepër e sigurt që unë do vi me ty sepse të dua. Sepse kishte frikë të shkonte në shtëpi. Po. Heci prapë pyes përsëri, i them që a je sigurt? Po, më tha mua, jam e sigurt. Kur hecim edhe pak, vjera i thret nuses, edhe realisht më erdhi gjunafi, i thash nus, hajde kthehemi. Hajde kthehemi, inshallah ulet flasim. Kur shkojmë afër atije, ajo prapë i sulet nuses për ta goditur. Edhe unë i dal prapë
i dalë përpara. Nuk erdha për ta goditur, i thash erdha për të qetësuar gjëra. Jo, më thotë me ty s'kam punë, nuk të njoh. Edhe realisht më shau, më ofendoi. Edhe më ka mallkuar. Por gjëra që nuk është se i... Edhe pastaj më thot nusja që unë në shtëpi nuk shkoj, do ikim. Okej, thash unë në rregull, është vendi i myt, ikim. Sepse unë atë ditë e kisha bërë që do rria vetë në hotel. Do t'i takoja, do rria në hotel, të nesër do kthehesha në Durrës. Sepse nuk e kisha menduar që unë po do vija, do ta rrëmbeja dhe do ikja. Nuk e kisha menduar fare këtë pjesë. Do t'i takoja, t'i bëja gjërat qarta dhe do vazhdonim. Do flisim, do takoheshim, t'i bënim gjërat që ishin tamam. Po. Që do të dalë në përfundimin këtu, që gjërat, arsyeja që është bërë për rrëmbimin kanë qenë arsyet e vjerrës, jo arsyet se më donte mua qefi. Eriola vendosi të vinte me ty dhe sigurisht i e more në shtëpi në Durrës. Po, jo. Qëndruam tek hoteli që kisha marrë unë. Qëndruam atje disa orë, ishte ora rreth 10 e mbas ditës. Edhe nusja isha shok për qante, edhe unë vërtet u mërzita, i thash njërë, hajde shkojmë të shtëpia. Prap. Jo, më thot, sepse kam hallë se më rrafin. Je me mua, i thash, nuk të prekeri me dorë. Jo, më thot prap. Por që më thot mua, ne duhet t'i ikim, thot se ata do lajmëron policin telefon. Edhe unë kam frikë, se kam kaluar gjërat e mia më përpara, dhe kam frikë në këtë situata. Edhe e pyeta përsëri, ti do të vish me mua se ke frikë, apo do të vish me mua sepse më do? Nuk ka lidhje me këta, më tha, unë të dua, jam i 100% e sigurt, dua të vi me ty. E qartë, ju jeni martuar dhe keni sjellë një jetë fëmijë tani, e qartë, e kuptoj. Shqyr Zotit kemi edhe një fëmijë. Vi marr taksi nga Korça, vi në Durrës. Rrugës kur po vija në Durrës, shkruaj me të ndjerën, me punatën. Po. I them, mos u bëni merak, i them. Ola është me mua dhe është mirë, në qoftë se nuk keni besim tek unë, e janë i urdhëroni derën e keni të hapur, i thash. Nga mua nuk keni pengesë. Erëm në shtëpi pastaj, sepse nusja kishte frikë që të hapte internetin, se thoshte më shajnë, nuk dua thoshte që të më ofendojnë. Në praninë tënde, thoshte sepse më vjen zor. I thash është e drejta jote, ose mbyll internetin ose hapja, nuk të pengoj, nuk kam arsye pse të pengoj. Mirë, e qartë, ajo ishte mbi 18 vjeç, ishte e rritur. Edhe pastaj këta me llafe 2-3 ditë, 4 ditë më dërgojnë pastaj thjesht shokët e kunatit me kërcënime, me tutje, nuk është e vuar si fare, se nuk e kisha marrë për qëllime të këqija që të kisha frikë se të trembesha. Kaloj një javë, 2 javë, i them nusës, unë kam dëshirë, i thash, të flas me vllajën tënd. Më tha mua jo, sepse ai do të shaj, do të ofendoj, nuk ka gjë, thash, unë i mbaj unë gjitha përsipër. Por që kam dëshirë të flas. Po, më tha mua, folëm, edhe i thash, në radhë parë i thash të kërkoj falje, sepse ti e vlla, thash, edhe është shumë e dhimbshme që vajten situatat ashtu, por që tani ndodhi, ndaç më merr për inat, ndaç më fol, ndaç mos më fol. Po të paktën i thash gjëra që mund të bësh ti, foli motrën sende. Mbaj afër motrën tënde. Pa probleme, tha, mua ju të trashëgoheni, pini të lumtur, unë e kam motrën, vajten situatat ashtu, të trashëgoheni, më thotë. Vete unë tha nuk e pengesë. Që për shkakun për të vajtur. Po. Këta tani kanë ardhur në fillim të dhjetorit, nuk e mbaj më datën se s'dua të gënjej. Ne kemi ardhur në 28 tetor e kam marrë nuse, ata kanë ardhur në fillim të dhjetorit. Kanë ardhur, kemi folur, kemi biseduar këtu në shtëpi. I kam kërkuar prap falje, më ka thënë nuk ta bëj Allah, qysh e ka thënë që e ka përmendur edhe aty. Nuk i vurare fare, thash prap është nën. Edhe konsumuam i drek edhe hikën. Pastaj filluan gjërat e tjera. Merrnin nusën në telefon, duke ofenduar, duke sharë, duke bullizuar. Gjëra që mua nuk më pëlqenin.
Sepse nuk e kisha arritur ta pyesja Nusën që pse ata bëjnë kështu. Sepse thash I ka familjen e vet, nuk duam të ndërhyj. S'kam punë të ndërhyj. Por Ama në momentin sot që ka kaluar një kohë gjatë, e ke pyetur Nusën tënde pse familja jote u soll kështu, se fundja ti e doje, prandaj e more. Po, normale. Ajo është tepër e qartë, por që për këto gjëra, për shembull, nuk dua të flas unë, sepse do thonë që e mësoj vetë. Nëse do të bisedosh edhe me Eriolën, bisedo edhe me Eriolën. Po, do flas dhe pas pak më vonë me Eriolën, por ju bët dasëm. Po, bëm dasëm. Ata erdhën në dasmën tuaj dhe u duk sikur gjërat u sheshuan. Çfarë ndodhi më vonë që prap hyt në konflikt? Më vonë pastaj ndodhi e njëjta situatë, që mbas dasmës Nusja duhet të vi, Eriola duhet të vi te shtëpia ime. Pa nuk e di se çfarë janë këto rregulla mbas dasmës, duhet të shkoj te prindrit. E pyes se ne do të shkosh, jo nuk duhet të shkoj. Pse nuk do të shkosh, nuk e ndjej veten mirë ata të shkojnë. Cila është arsyeja? Arsyeën do ta tregoj edhe Eriola më vonë. Që thash unë dua të tregoj gjërat, unë kam qenë gjithmonë korrekt, në ata I kam ndihmuar sa ka pasur mundësi për t'i ndihmuar, sepse kanë qenë vërtet në nevojë për t'i ndihmuar me situatat që kanë kaluar. Edhe prap ka ardhur një moment që unë kam dalë gjithmonë I keqi, gjithmonë ai që nuk e le Eriolën të flasë me të shtëpisë. Unë vërtet realisht nuk e di se çfarë më tepër vlera ime kërkon. Realisht nuk e di. Ajo gjithnjë ka dyshuar dhe dyshoi dhe tha në live me Odetën që është xheloz, e mban mbyllur. Ja, nuk ka lidhje. Vajza ime si një shërbëtore, merakuj një nëne për të bijan. Nuk ka lidhje fare me atë pjesë, ne shoqërizon ti thash ne shkojmë për së mbari, nuk kemi atërmbetje të gjata me njëri tjetrin. Zenka gjithmonë ka në përqinte sepse ti e di shumë mirë, por që aty për shembull grindemi, aty pajtojmë sepse jemi fundeve buregrua, por që për gjëra të xhelozisë, dhe tu më thet bash janë gjëra që as nuk I mendoj, as dua ti. Meraku I asaj nëne ishte që ajo as varrin motrës nuk ja di. Jo, kjo është gënjeshtër, sepse do ta tregoj unë si histori. Eriola ka qenë me rrezik dështimi, që në muajin e 4. Po. Ka pasur probleme në Shtazan. Po, ka pasur probleme. Që në muajin e 4. Ka qenë me mjekime të gjata edhe unë u largova në prill. Po, në prill shkova në Greqi për të punuar, thashë kur të lindi, Nusa të kem gjendje që mos t'i shtridor njeriu, që bën çdo prind për fëmijën e vet. E qartë. Ose për familjen e vet, më sa. Shkoj, bisedoj, rrit 2 muaj. E kisha përndetur 2 muaj gjysmë, rrit 2 muaj ka qenë data 26 qershor, që mua më ka marrë në telefon e ndjera. Ishkunata e ndjera. Po, më thot që Ricardo unë kam bërë analizat, nuk më kanë dalë mirë analizat. Më fal, po ka qenë 26 qershor kur është bërë paqef, ose kjo bisedë mund të ketë qenë në fillim të qershorit. Nuk e mbaj mend tamam, por që po them që nuk e mbaj mend, si ka qenë. Qartë, pak rëndësi ka data, e kuptoj. Edhe më thot që mua nuk më kanë dalë mirë analizat, më shiko Eriolën, duaj Eriolën, shiko familjen tënde, mos dëgjoj se çfarë thon të tjerë. Edhe pikërisht më ka thënë mos dëgjoj se çfarë thon nëna ime, sepse unë këtë gjëra kam vojtur vetë, mos ta voj edhe Eriolën. Në një farë mënyrë të la një amanet. Po. Por që nuk ka se më la amanetin dhe po e heci me gjajtë se më ka thënë kështu. Normalisht e dua, e respektoj, e kam grua, e kam nënën e fëmijëve e çubëstime që kështu janë gjëra. Pastaj them do ikim më herë thash në Shqipëri, sepse edhe nëse po përkeqësohesh, kisha hall
që edhe e ndjera mos ndëronte jetë pa qenë unë në Shqipëri, e thashë për çdo gjë ti ndodhem pranë atyre. Sepse e dija shumë që ola nuk kishte mundësi për të vajtur, edhe për ta parë në atë gjendje që ishte bërë ajo. Po. Vi në Shqipëri, kur kam ardhur në shtëpi jam shokuar fare nga mënyra e parkut, po flasim që ishte zhvilluar bebi, u shokova u trema se nuk isha parë ndonjëherë ashtu. E çoj direkt në spital, më thot doktoresha çfarë i ke bërë, çfarë i ke dhënë, më thot mua. Po tash unë mjekimet që më keni dhënë ju. E fusin e shikojnë për bebin andaj këtej më tha mua do të bëjmë pyetje tha. Do të shpëtosh fëmijën apo do të shpëtosh gruan, sepse këta të dy nuk dalin. Sepse kësaj tha 70% janë parujra. Më i them doktoreshës, ti thash do bësh të pamundurin që fëmia të dali si të dali, edhe nuse thash ta shpëtoj. Më thot mua, duhet ta shtrosh. Për ta shtruar kisha frikë ta shtroja se thash nuk e di si do vende situata e atyre andej, se kisha hall këtej edhe hall andej, se nuk e dija se si do shkonte situata. Edhe më tepër po i lutesha Zotit, po thosha, inshallah shtyn, që kur të lindi nusja që ta shikojmë mos ikim me merat. A sepse gjithmonë më thoshe shkreta që kam qef ta shikoj, kam qef ta shikoj, kam qef ta shikoj. E qartë, si një teze, e kuptoj. Po, por që nuk aq ishte thënë, bisedoj me vjerën, edhe më thonë vetë që Eriola mos ta marri vesh për të motrën, sepse kështu. Ta ndodhur, është keq. Pastaj ditën tjetër shtrohet Eriola, ditën si në shtëpi u pastrua, ndrua dhe shkoj të nesër në spital. Marri në telefon, thonë që ajo po e kërkon Eriolën silleni. Kur mua para një ore më morën në telefon e më thanë që nuk flet. Edhe ndoshta ka kërkuar, nuk i hyn në hak asaj pjese, ndoshta ka kërkuar, por që duke ditur që motra se po flasë për natin, po flasë për natin në këtë moment. Motra, ose po flasë për vjerën, që kjo çup është me rrezik dështimi, se Eriola nuk ishte futur në muajin e 9, që ka thënë vjera që është futur në muajin e 9. Eriola nuk ishte futur në muajin e 9. Edhe Eriola ka bërë lindje të parakoshme. E qartë, është e kuptueshme që ajo nuk vajti dot në varrimin e motrës, ju nuk ja treguat, sepse gjendja e saj, le të themi, ishte në spital, ishte në rrezik dështimi dhe ishte në momente të vështira, edhe për veten e saj. Po, në datën 1 ndërron jetë. Ajo edhe më pyet se unë e mora vesh, unë shokova shumë, se vërtet merr në gjyna se ka edhe një fëmijë, ka edhe një çun. Se për shembull e mendoj si veten time se në atë moshë që është edhe çuni i kunatës, kam qenë edhe unë se edhe mua në atë moshë më ka ndrruar jetë babi. E mendoja si për veten time. I them nusës më doni një punë do të ikim me SSB në Tiranë, nuk i tregoj që kishte ndrruar jetë apo që do shkoja në Korçë. Po. Tash rrugës po mendoja si do më presin këta, mua kur shkojnë atje. Kam marrë thash se do më flasin sy njerëzve, vërtet do ndihesha keq. Gjithçka shkoi mirë, në thojë shkoi mirë. Që nuk pate përplasje, e kuptoj. Jo, nuk pate përplasje, mbaroj gjeja, kthehem në Durrës. Eriola nuk e dinte, në datën 14 korrik lindi. I marr në telefon prap, i them që urime i them u bëre gjyshe për erën e 4. Ta më falë, për në 3. Po. Sepse Eriola lindi. U gëzua, po qante në telefon, i thash derën e keni të hapur, urdhroni kur të doni. Bas vim pastaj në kur lind, jo, më falë, kanë ardhur edhe përpara se të liste, edhe mbasi lindi. Krijuan debate, tutje tu edhe unë nuk du ti, ato debate nuk do t'i diskutoj, sepse nuk jam për të diskutuar. Jo hatërbetje prej familjes time, tutje tu, jo këte, andej, du të bazojmë të gjërat që
janë vërtet për të shqetësuar, jo tek zhaponet apo të xhelozia të tu, sepse në fundje unë kam brua. Nuk ka lidhje ato që ka thënë vjera ime. Lindi pastaj gjërat e tjera, mbasi lind nusja, vjen nusja në shtëpi, e më thot nusja kur erdhi në shtëpi, që përsëri po më bezdis mami. I them për shkak që çfarë të ka thënë, më ka mallkuar, më shan, më ofendos, ke parë varrin e motrës, duhet të vish, që kjo ishte lënë 3 ditë që kishte dalë nga spitali, ne nuk i kishim treguar akoma për vdekjen e të motrës. E marr kunatin në telefon, edhe i them që për t'i treguar për vdekjen e të motrës, do t'ja thoni ju se unë nuk ja them dot. Më thot që mundohu t'ja thosh ti se as unë thanë nuk kam guxim që t'ja them. Përsëri nuk ja thash, ja kam thënë në datën 26 korrik. Jo mbas 40 ditëve që ka thënë vjera, ja kam thënë 2 javë, mbasi 1 javë gjysmë mbasi lindi. Pira të fikët, se më normal e ka motër. Edhe më thot, nuk do t'ja di, thot, as për plagën time, as për shëndet, as për tutje, as për tu, nesër ne do shkojmë në Korçë do vetët e varri motrës. Nuk e diskutoj fare, them, nesër do të shoj unë. Zgjohemi herët në ora 4 e mëngjesit, në orën 8 kemi qenë në 8 mëngjesit kemi qenë në Korçë. I them nusës që përpara shkojmë mirë te shtëpia, i takojmë sepse gjuna, pastaj shkojmë te varrezat. Jo, më thot, nuk dua t'i takoj, nuk e ndjej t'i takoj, dua të shkoj te varri motrës. Mbaroj punë aty, kthehemi, më tha mua kam qef të shkoj edhe në Drilon, thamë po grades, sepse këtu vija shpesher me motrë. Do kthehemi edhe aty, dhe shumë e vim në shtëpi. Pastaj të njëjtat histori. Jo s'ke shkuar te varri motrës, pse s'ke parë te varri motrës, jo hajde, jo po hajde vetë, mos hajde me burrin, ai është ish dhëndrim, nuk e kam dhëndër, nuk e di, nuk kam... Unë do flas... Edhe shumë situata të tjera që nuk janë për t'u treguar, e shumë mallkime. Mirë mua, unë i fal, sepse për atër të nusës, por që të mallkojnë familjen time që s'kan lidhje fare me ata. I dashur Ricardo, unë do flas edhe me vetë Eriolën, por ke një mesazh që do t'i përcjellësh vjerrës tënde, ndoshta nga dhimbja edhe ajo mund të gabojë? Mesazhi që unë i them vjerrës time është që problemin e ka me veten dhe jo me mua. Sepse vjera ime ka bërë të njëjtën situatë edhe kur e ka pasur edhe burrin gjallë, edhe çupën e madhe gjallë. Nuk është se i bëri tash. Unë kam 2 vjet e gjysmë me nusën afro mbushim 3 vjet që nuk kam gjetur qetësi. Nuk është vetëm se po bën këto 2 muajt e fundit. Ose këto 3 muajt e fundit, ose 7 muajt ose vitin e fundit. Ka që nga dita e parë që ne u morëm ashtu si u morëm, kemi shkuar, kemi ardhur, kanë ardhur, kemi vajtur, pra me atërmbetje, me llafe, me tutje, me tu, që më tepër nuk e di çfarë të them. Po jam unë gabim, po është ajo gabim. Unë të falenderoj. Sinqerisht të falenderoj që reagove. Shumë faleminderit, janë nderuar, respektuar. Faleminderit. E dëgjuam Ricardo, i cili tregoi versionin e historisë, tregoi që e dashuronte nusën e tij Eriolën, por vjera ishte ajo që e shqetësonte në familjen e vet. Tashmë do të jetë Eriola vet që do t'i përgjigjet nënës së saj, kështu që e përshëndes dhe ftoj menjëherë Eriolën. Me problemin e mamit tim e kam që kur isha beqare. Por pse kjo marrëdhënie kaq e keqe me nebi? Nuk është silur asnjëherë siç duhet të sillet me vajzën, domethënë një nënt. Ajo gjithmonë më ka mallkuar dhe më ka ofenduar. Dhe më thënë nuk më ka ofruar asnjëherë ngrohtësi si nënt. Gjithmonë më ka larguar vetë. Se nuk është, domethënë kush është ai fëmijë që nuk do të vete nëna? E ka një arsye që nuk vete. Ajo, kur kam qenë unë beqare, si gjithë domethënë të tjerë që nuk kam pasur, kam qenë në shkollë,
kam lënë shkollën, më kanë ndërtuar të shkoj në Belgjik, të punoj. Kam shkuar Dado, edhe aty kam punuar dhe në fund të muajit kisha për të marrë lekët. Ajo u vonua pak me rrogën, domethënë. Domethënë ajo pronarja ime që mbaja fëmijët. Edhe mami tha, do mi nisësh lekët sot. Unë atë moment nuk mi dha lekët, domethënë do mi jepte nesër, se ajo nuk i kishte marrë akoma lekët e saj, që të mi jepte mua. E qartë. Okej, momentin që ti nuk mi dërgon lekët, unë do t'i them pronares dhe i kishte shkruajtur që Eriolën nxirre jashtë se është me të mbeta mendore dhe fëmijën do ta vras. Fëmijët që po i mbaja unë. Dhe nuk e dua të më vi Shqipëri, tha, shpire ku të duash. Tani Kush është ajo nën që e nxjerr vlatin, domethënë në mes të nuk e Shqipëria, s'kisha asnjëri, domethënë më iku fare mendja, si thon. Si isha e vetëdijshme. Por e pas mesazhin. Seriozisht është kjo ngjarje e vërtetë? Po, të betohem që seriozisht, nuk kam se të bimje. Kush është ai fëmijë, domethënë që nuk do të vete nëna vet. Ajo më ka shtyr vetë që të largohem. Pra, marrëdhënia juaj ka dashur që të martohem me burrat që kanë pasur lek për ta ndihmuar. Unë nuk e ndjej që të martohem dhe nuk jam martuar. Dhe kam punuar edhe me atë gjithsa njoha Ricardon, se domethënë po njihsha me telefon, po nuk po bënte aq, po bëja më shumë që po njihsha me djalin. Dhe më pëlqevi, ishte djalë familjar dhe e zgjodha vetë. Dhe i thash që do dalim njërë për kafe, që ta njoh njërë vetë. Ajo tha do dalim të dyja. Unë ashtu nuk e njoh dot një person, thash do flas njërë në kafe, se nuk është se do bëjnë një gjë. Pastaj thash unë do të marrim dhe ty, se të flasim domethënë përballë. Ajo nuk deshte të më martonte me këtë, deshte të martoshe me atë që deshte ajo. E kupton? Nuk e di se sa më kupton. Jo, të kuptoj qartë edhe unë nuk e kam lehtë që të flas, e kupton? Unë të kuptoj qartë edhe mirë, se edhe unë jam nën vetë, kam bërë edhe fëmijë, edhe nuk më vjen mirë, domethënë ta nxjesh fëmijën tim në Evropë edhe t'i them që ti do veç të më sjellësh lek mua dhe nëse ti nuk më dërgon lekët, do t'i them pronares të të nxjerr jashtë. Edhe të shkosh ku duash. E dashur Eriola, me sa po kuptoj unë kjo marrëdhënia juaj ka qenë e trazuar përpara se ti të martoheshe, nuk ndodhi kur ti u martove. Jo, unë kam qenë me debate, me nënën time, kam qenë para se të martosha. Sa kohë u bë që nuk flet fare me nënën? Ajo tham ka bllokuar në telefon. Për momentin po bën me muaj, s'po bën me vite. Me muaj po bën në 7 muaj që nuk ka folur. Sa ajo kur flet në telefon ajo më mallkon, të rëm të kjo si s'di që ti, po di që motra jote, si të ra ty kanceri, më fal për shprehjen, se nuk është fjalë e lehtë. Po i ra motrës, më mirë të mirë të ty Zoti, që të dua ty. Inshallah martohesh, nuk të shkoj dot në shtëpi. Dhe tani që unë kam krijuar familje, ajo akoma nuk më lejon që unë të jetoj me familjen time e qetë. Më vjen keq, sinqerisht nëse situata është kështu, ndoshta ajo është një nënë që për shkak të problemeve, vuajtjeve, dhimbjeve, nuk e vendos arsye. E kuptoj se edhe unë e kam motër ajo që vdiq, edhe unë nuk ndjehem mirë. Është edhe ajo nënë, por se është ajo fjala vdiq, njëra mbaj afër tjetrën, mos e ofendo, mos e shaj. Se edhe prindri ka kufi. Nuk është çdo gjë është prindër edhe ulu. E ka një kufi edhe prindri ku llafos. Do të matet të llafos, jo ashtu të shaj minë e vet. Nuk e gjetur mundësinë si një vajzë e rritur të flasësh me nënën? Unë kam folur disa herë me qetësi. Ajo nuk kupton, ajo përsërit gabime, domethënë ato që i kanë kaluar, se thot ti si nuk erdhe te vari Nedës që unë të kam kërkuar. Unë nuk e dija, unë kam qenë shumë sëmur dhe kam qenë shakzane një. Po. Edhe nuk e kam ditur fare se si ishte gjendja. Tani këto muhabete kanë kaluar. Dhe unë po them të ecë përpara, ajo nuk do që të ecë përpara dhe thot siç të them unë do bëhet, ti do vish kur të them unë. Se s'vin të mua, ajo nuk më kam mbajtur në njerë me ngrohtësinë e nenës. Më thuaj pak ti si mund të duash vlatin tanë vetëm për lek. Si mund të nxjerrësh vlatin tanë ti në rrugë dhe t'je bësh blok në mes të rrugës
Vetëm për lek, më thuaj pa. Se ti e nën vetë. Unë kam edhe fëmijë vetë. Dhe nuk mund ta nxjerr dot në rrugë. Se ti që kam vuajtur që e kam lindur. E dashur Eriola, më vjen keq që u preke, sinqerisht. Edhe unë dua që ti ngrohtësinë e nëna, kur hap telefonin, më shan dhe më ofendon në të gjitha anët e mundshme. Unë nuk e kuptoj kush është ajo nën që të mallkoj fëmin ashtu, në atë farë feje. Edhe do që ta mbaj unë ngrohtë. Do me thënë, fëmi do ta mbash ti si nën ngrohtë që të afrohet fëmia. Unë kështu e di. E dashur Eriola, për çfarë ke menduar? E ke bllokuar dhe nuk do t'ja hapësh më telefonin? Jo, nuk dua të hap edhe nuk dua që të flas me atë. Unë dua të më lërë të qetë, që të jetoj edhe unë si gjithë të tjerët, familjarë që jetojnë. Të paktën nuk më do si fëmijë, të më lërë rahat. Është e rëndë në fakt të thuash që nëna s'më do. Uroj që ajo... Po mirë, më thuaj pak ti që e nën, më fal, të duash një fëmijë vetëm për lek. Dhe ta nxjerrësh në rrugë në shtetet e tjera. Ti e ke dëgjuar me A mund të vëmendje. kesh ngrohtësime për nënën tënde? Ti e ke dëgjuar me vëmendje live-in kur ajo ishte me mua. E kam dëgjuar dhe ka folur, dhe me thënë, ka folur dhe, dhe me thënë, duke ditur që ajo flet dhe mallkon, nuk e di se si mund të dalë në televizor, dhe me thënë si mund të dalë këtu live, kur e di që është vetë gabim. Se një fëmijë e ka një arsye që nuk vetet e nëna. Kush është ai fëmijë që nuk do ngrohtësitë e nëna? Ajo vetëm të mallkoj dhe të shaj. Unë uroj dhe Ka di për ne. Unë kam dëgjuar një ngrohtësi. Ajo sa që të hapun telefonin, ajo gjithmonë do më ofendoj. Do më mallkoj. E dashur Eriola, unë uroj dhe shpresoj që përpos gjithë këtyre dhimbjeve që keni kaluar në jetë, keni humbur babain, motrën në kulmin e moshës, uroj që kjo dhimbje t'ju kthehet në forcë dhe Faleminderit. të kthehet qetësia dhe dashuria në familjen tuaj. Ta them me zemër këtë gjë, edhe për ty dhe për zonjën Drita që jam e sigurt që Faleminderit. do na ndjek. Ke një mesazh për nënën tënde? Për nënën time, vetëm uroj të jetë mirë, me gjitha të ligat që mi ka bërë, se është nënë. Me gjitha të ligat që mi ka bërë, vetëm uroj që të jetë mirë, dhe nuk dua që të ma prish familjen, që të ndahem edhe unë, si motra ime, dhe të prish familjen time, se unë kam edhe një fëmijë për të rritur. Edhe me burin tim unë ja kaloj shumë mirë, se po nëse desha, unë nuk do kisha krijuar familje. Do ta lija. Unë e dua atë dhe kam një fëmijë me atë. Unë të uroj... Është sot time dhe nuk mund ta le. Unë të Nuk uroj... mund ta dëgjoj nënën time. Unë të uroj fat, lumturi me bashortin tënd, qofsh nëna Shumë më e faleminderit. lumtur dhe uroj sinqerisht me zemër që gjërat në familjen tuaj të shqetësohen dhe të mbizotëroj dashuria. Uroj të ndodhi kjo gjë dhe të falenderoj e dashur Eriol dhe të përshëndes. Vetëm se kam respekt për te e kam dalë. Shumë faleminderit, Të se di shumë falenderoj. ishim kupton se e nën. Të falenderoj edhe për besimin. Të përshëndes. Të përshëndesë unë më rëpafshim, gjithë të mirës. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju që jeni besnik të live-ve të mia, e dini që ora 10 jam me një histori të dhimbshme shqiptare. Kështu që faleminderit që më ndiqni, më mbështesni, takohemi nesër. Mirupafshim.